Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Toka është baza e prodhimit ushqimor, toka përbën themelin e rritjes dhe të zhvillimit të një kombi. Nga shumë njerëz, Kina njihet si një vend me një popullsi mjaft të madhe që zë 1/5 e popullsisë botërore, por ajo ka vetëm 9% të tokës së punueshme në botë. Edhe pse mbrojtja e tokës së punueshme është një mision i vështirë, Kina ka arritur sukses të madh në këtë drejtim. Sot, më 25 qershor në Kinë shënohet dita e 35 kombëtare e tokës. Kina është vendi i parë në botë që ka caktuar një ditë të tillë. Qysh prej vitit 1991, kur u vendos kjo ditë kombëtare, konceptet përtorimi i arsyeshëm i tokës, mbrojtja e tokës së punueshme dhe ruajtja harmonisë njeri-tokë janë bërë të njohura gjithnjë e më shumë. Pas vitit 2013, Kina ka zbatuar një sistem më serioz për mbrojtjen e tokës së punueshme, duke ruajtur fuqimisht vijën e kuqe të tokës së punueshme prej 1.8 miliardë mu. Më 2015, Kina deklaroi që duhet të eksplorohet potenciali i shfrytëzimit të tokës dhe të ngrihet efektiviteti i përdorimit të tokës dhe të mbrohet toka e punueshme si mbrojtja e ariut të panda. Në planin e saj kombëtar, Kina ka përcaktuar objektivin që të ruhet 1.865 miliardë mu tokë e punueshme dhe 1.546 miliardë mu tokë bazë bujqësore në mbarë vendin. Ky nivel do të mbahet i pandryshuar deri në vitin 2035. Në ndërtimin e këtyre koncepteve dhe parimeve, Kina, pas përpjekjeve prej vitesh, posaçërisht gjatë planit të 14-5 vjeçar, ka pasur arritje të dukshme dhe ndërkohë ka formuar një mekanizëm kompleks për rregulimin efikas të tokës, duke nxitur lullëzimin e gjithëtanshëm të zonave lulare. Deri në fund të vitit 2023, në 1304 zonat eksperimentale lidhur me tokën, janë rinovuar gjithsej 3.78 milion mu tokë, duke shtuar 470.000 mu toka të reja të punueshme dhe duke ulur sipërfaqen e trojeve të ndërtimit me 120.000 mu. Për shembull, në fshatin Guangming në Hangzhou të Kinës lindore, pas rekurimit kompleks të tokës bujqësore, janë realizuar integrimi i tokës bujqësore dhe kultivimi masiv i mekanizuar e digital dhe madje inteligjent. Kryetari i fshatit bëri të ditur që rendimenti mesatar i prodhimit është ngritur nga 400 kg për mu në 750 kg për mu. Pas sistemimit të fushave bujqësore, janë formuar pamje më të bukura, duke tërhequr më shumë vizitor dhe investitor. Po ashtu, 17 të rinj janë kthyer në vendlindje dhe kanë hapur biznese, çka i kanë ngritur me 8 milion yuan të ardhurat për banorët të vendës. Të dashur miq, nëse doni më shumë informacione mbi bujqësinë kineze, mund të ndiqni emisionet në studion e Jani.